korrupsion e cënon rënd integritetin e një procesi i cili duhet ishte i pavarur. Ne këtu referohem hetimit. Por, duke qenë se edhe kryeministri doli dhe tha ditën e sotme në krah të zonjës Kos, të shpreh gjykata kushtetuese më pas do vendoset dhe për zonjën Balluku si të vendos gjykata kushtetuese. Pyetja që bën gjithë qytetarët shqiptar, zonja Tabaku, është a do mundej zonja Balluku t'i bënte vetëm të gjitha këto lëvizje për këto afera 50 milion euro, mbi 50 milion euro më sakt, me tunelin në Llogaras, apo edhe aferat të tjera të cilat ka denoncuar edhe Partia Demokratike që ka dyshime për korrupsion, qoftë aeroporti, porti i Vlorës, rrugë. Aeroporti i Vlorës është një tjetër, faleminderit që e përmendët, domethënë lista është kaq e gjatë. Sa që është e pamundur që ndoshta të ezaurojmë të gjitha sot. Është e qartë që zonja Balluku nuk ka operuar vetëm. Një pjesë e madhe e tyre janë kontrata të cilat kanë kaluar në parlament. Në momentin që kalon parlament ka një kontroll komplet tjetër. Këtu flasim për një sistem të ngritur dhe një sistem i ngritur që hikën një zëvendës kryeministër dhe vjen një zëvendës kryeministër tjetër, i cili sillet po njësoj, i cili operon po njësoj, nuk funksionon vetë nëse nuk stimulohet, nuk nxitet dhe nuk ka përfshirjen e kryeministrit. Këtu zonja Balluku menaxhon gjysmën e buxhetit shtetit dhe unë e thash që ditën e parë që kjo ndodhi. Zonja Balluku duhet ishte larguar në momentin që ajo është zhvilluar nga detyra. Një qeveri që kishte moral duhet kryeministrit ishte larguar. Të gjitha këto afera të zonjës Balluku sigurisht që tregojnë një fytyrë të kësaj qeverisje, tregojnë degradimin, tregojnë korrupsionin e kthyer në sistem fatkeqësisht dhe tregojnë medaljen dhe mënyrën se si shpërndahen tenderat. Jo pak herë kemi diskutuar, kemi ngrirur shqetësimin për prokurimet publike. Nuk ka sot më prokurime publike. Sot praktikisht sektori prokurime publike është i gjithë i kontrolluar. Në një kompani që futet marrë një tender me atë sillen ashtu siç sillen me tunelin e Llogaras, me kompani i përjashtojnë, i ndërpresin garat, i nxjerrin jashtë gare. Sot prokurime publike dhe koncesione fiton vetëm kushdo kryeministri, kushdo zëvendës kryeministja. Dhe ky sistem i ngritur në këtë mënyrë sigurisht që ka nevojë që tundet nga themelet. Por në parlament kryeministri Rama, zonja Tabaku, tentoi ta amortizojë atë se çfarë po ndodh në Shqipëri me tunelin Llogaras. Kujtojmë që më herët, edhe në komisionin i cili u ngrit për inceneratorët, zoti Rama deklaronte që inceneratorët duhen dhe bënte propagandë më saktë me ta. Në kuvent tha që 50 milionshi i tunelit të Llogaras është njësoj si 450 milionshi i inceneratorëve. Pra Rama thotë që është thjesht një iluzion apo është thjesht një denoncim që vjen nga opozita? Në fakt, nëse janë të dy njësoj, 430 milionshi i inceneratorëve dhe 50 milionshi i tunelit Llogaras, atëherë i bie që ka pranuar dështimin dhe ka pranuar faktin që kjo është kosto korrupsionit. 430 milionë euro të inceneratorëve janë hedhur në erë. Pse? Sepse në Elbasan sot nuk funksionon, në Fier nuk funksionon, nuk ka incenerim në Tiranë, është thjesht një landfill. Nëse tuneli Llogaras është i njëjtë, atëherë do të thotë që qeveria shqiptare ka pranuar vetë, kryeministja ka pranuar vetë që kjo është kosto korrupsionit. Kosto korrupsionit sot po i harxhon qytetarëve shqiptar pjesën më të madhe të buxhetit shtetit. Gjysma e kostove të koncesioneve sot është kosto korrupsioni. Dhe këtë kosto korrupsioni nuk ka njeri që ta bëj vetëm. As Arben Ahmetaj se ka bërë vetëm, as Belinda Balluku se ka bërë vetëm, as Erion Veliaj nuk e ka bërë vetëm.